Në tryezën e prezantimit të raportit të shoqatës Together for Life, mbi fondin e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, koordinatori kundër korrupsionit pranë FDSKSH-s, Fatjon Çajupi, kritikoi këtë raport për mungesë të transparencës dhe të dhëna të paplota. Ju bëni një raport dhe nxirrni këto shifra nuk janë të vërteta. E kupton? Kjo është ajo që unë evidentoj. Pa ju drejtuar drejtorisë së përgjithshme antikorrupsion faktën për pjesën tonë, ky raport që del me mangësi. Në fjalën e tij, ai tha se raporti nuk pasqyron sakt realitetin, ndërsa aktualisht janë në hetim 6 ankesa dhe për vitin 2024 ka pasur më shumë se një ankesë. E para punës që vëre është që nuk është e vërtet që ka një ankesë, ka disa ankesa. Momentalisht kemi mbi 6 ankesa të cilat janë në hetim. Në vitin 2024 ka pasur më shumë se një ankesë. Koordinatori kundër korrupsionit pranë fondit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor nënvizoi se për të luftuar korrupsionin në shëndetësi është i nevojshëm bashkëpunimi dhe transparenca nga të gjitha institucionet. Ne trajtojmë pjesën tonë, po institucioni është gjithmonë pjesë e ankesës, sepse gjithë informacionin ne gjithë informacionin e marrim tek institucioni. Unë për shembull, nëse kam një ankesë për fondin, unë fondi do t'i drejtojmë t'ia kërkoj dokumentacionin dhe informacionin, apo jo. Ne prandaj jemi aty.